Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Çekani mes natës. SBA godasin 3 baza bërthamore iraniane. Ushtria amerikane goditi 3 baza në Iran të dielën herët, duke bashkuar drejt për drejt me luftën e Izraelit që synonte shkatrimin e programit bërthamor të vendit në një hap të rrezikshëm për të dobësuar një armik të hershëm mes kërcënimit të Teheranit për akmarrje që mund të nxiste një konflikt më të gjerë rajonal. Presidenti Donald Trump ishte i pari që zbuloi sulmet. Nuk pati asnjë konfirmim të menjëhershëm nga qeveria iraniane, por më vonë Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA raportoi se sulmet ishin në shënjesër bazat bërthamore Fordo, Isfahan dhe Natanz në vend. Presidenti i Shtetit Bashkuar paremëroi gjatë fjalimit të tij se nuk do të hezitojë të godas objektive të tjera në Iran nëse paqja nuk vjen shpejt në lindjen e mesme. Ose do të ketë paqe, ose do të ketë tragjedi për Iranin, shumë më të madhe se sa kemi parë gjatë 8 ditëve të fundit të ajit. Trump tha se ndërsa objektet bërthamore goditura nga SBA të shtunën ishin më vdekjepruese, kanë mbetur shumë objektiva. Nëse paqja nuk vjen shpejt, ne do ndjekim ato objektiva deri me precizion, shpejtësi dhe aftësi, shtoi ai. Në konferencën për shtyp në Pentagon, u planifikua për të dielën, presidenti Trump tha se sekretari i mbrojtjes Hegseth do të mbante një konferencë për shtyp në orën 8 të mëngjesit, shoqëruar nga generali i forcave ajrore Dan Crane, kryetari i shtabit përgjithshëm. Trumpi në fjalën e tij në shtëpinë e bardhë përgëzoi posaçërisht Kane për sulmin ajror. Trump tha se punoi si një ekip me kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu, duke thënë se bashkëpunimi ishte ndoshta si asnjë ekip që ka punuar më parë, po Trump gjithashtu vuri ndukje se asnjë ushtri në botë, përveç faktit se SBA nuk mund të kishin realizuar këtë sulm. Trump tha se Irani do përballet me më shumë sulme ushtarake nëse nuk bën paqe. Trumpi e quajti ngacmuesin e lindjes së mesme Iranin dhe paremëroi për sulme shtesë nëse nuk do të arrihet paqja. Nëse nuk e bëj këtë, sulmet e ardhshme do të jenë shumë më të mëdha e shumë jo aq të lehta, tha Trump në shtëpinë e bardhë pas bombardimit të objekteve bërthamore të Iranit. Trump e portretizoi sulmin si një përgjigje ndaj problemit të gjatë, nëse objektivi ishte të ndalonte Iranin për zhvillimin e armëve bërthamore. Për 40 vjet Irani ka thënë vdekje Amerikës, vdekje Izraelit, tha Trump. Ata kanë vrarë njerëzit tanë duke hedhur në erë krah, duke hedhur në erë këmbët me bomba në rrugë. Agjencia bërthamore e Iranit konfirmoi sulmet ndaj objekteve bërthamore të Fordos, i Isfahanit dhe Natanzit dhe thotë se puna e saj nuk do të ndalet. Vendimi juaj guximshëm për të synuar objektet bërthamore të Iranit në fuqinë e mrekullueshme të drejtë të Shteteve të Bashkuara, tha Trump, do ndryshojë historinë. Netanyahu tha se Shtetet e Bashkuara kanë bërë atë që asnjë vend tjetër në tokë mund ta bënte. Sulmet janë një vendim i rrezikshëm, pasi Irani është zotuar ta merret nëse Shtetet e Bashkuara bashkohen në sulmin e Izraelit. Dhe për Trumpin personalisht, ai fitoi shtëpinë e bardhë me premtimin për ta mbajtur Amerikën larg konflikteve të kushtueshme të huaja dhe përqeshi vlerën e ndërhyrjes amerikane. Trump u tha gazetarëve të premten se nuk ishte interesuar të dërgonte forca toksore në Iran, duke thënë se është gjëja e fundit që donte të bënte. Ai më parë kishte lënë kuptohet se do bënte një zgjedhje përfundimtare gjatë 2 javë. Trump është zotuar se nuk do ta lejojë Iranit të kishte armë bërthamore dhe fillimisht kishte shpresuar se kërcënimi i forcës do t'i bënte udhëheqësit e vendit të hiqnin dorë nga programi bërthamor. Duhet theksuar se Trump ka bërë llogaritje me nxitjen zyrtare izraelite dhe shumë ligjvënës republikanë se operacioni i Izraelit kishte zbutur situatën dhe kishte paraqitur një mundësi ndoshta të pashembull për të penguar programin bërthamor të Iranit, ndoshta përgjithmonë.